ju e dini që jo vetëm Shqipëria, po edhe shqiptarët nga Maqedonia, nga Presheva, Medvegja, Bujanocia, nga Mërgota jonë, kanë qenë prezent dje, disa fizikisht, disa me mendje, me zemër në përkrahje të juj. Pavarësisht rezultatit krenaria që jetë në dhënë vendin tonë, është e pamatshme. Është e pamatshme me fjalë, është e pamatshme me secilin dekorat apo nderim, dhe jam e bindur që ky është vetëm fillimi. Është vetëm fillimi dhe suksese shumë më të mëdha po na presin. Fatkeqësisht mbrëm, nuk kemi pas shumë fat, keni bërë një lojë të jashtëzakonshme. Unë nuk jam ekspert edhe pse adhuroj futbollin prej kur kam qenë fëmijë, megjithatë të gjithë pajtohen. Edhe brenda vendit, edhe ndërkombëtarisht, vlerësimet i keni të jashtëzakonshme, keni qenë befazia më e bukur e këtyre kualifikimeve, befasi për të mirë. Çdo moment që i keni bërë zemrat e shqiptarëve gjithandej plot, çdo moment krenari është diçka që s'ka më harru kurrë. Prandaj ju lus të ngriteni në këmbë. Me nderin më të lartë të Republikës së Kosovës, sot dekorojmë kombëtaren e Republikës së Kosovës në futboll, një ekip që me përkushtim, me disiplinë dhe me shpirt të jashtëzakonshëm garkues ka përfaqësuar në mënyrën më të denjë të mundshme shtetin tonë në arenën ndërkombëtare. Kombëtarja jonë në futboll është shembulli më i mirë se si talenti, puna dhe besimi i palëkundur mund të shndrohen në histori suksesi dhe në burim frymëzimi për secilin qytetar të Kosovës. Përmes paraqitjeve të tyre, futbollistët tanë kanë ngritur lart flamurin e Republikës së Kosovës, duke arritur suksese të rëndësishme edhe me pjesëmarrje në fazën finale të kualifikimeve për kampionatin botror 2026. E ky rrugtim nuk ishte thjesht një arritje sportive, por mbi të gjitha dëshmi e vendosmërisë, e unitetit dhe e potencialit që kanë këta djemë dhe që e ka vendi ynë, si një burim krenarie, e mbi të gjitha si një burim shprese për të ardhmen, për të gjithë qytetarët tonë. Sot me këtë dekorat, Republika e Kosovës e nderon punën, mundin, djersën e secilit prej jush. E nderon rezultatin tuaj, por mbi të gjitha e nderon krenarin që ja keni dhënë secilit shqiptar pavarësisht se ku jeton. E nderon sakrificën që ju e keni bërë, për kushtimin e treguar dhe emocionin që kjo skuadër i ka dhuruar gjithë vendit tonë në secilën ndeshje. Pavarësisht rezultatit të djeshëm, ju do të mbeteni në pjedestalin më të lartë të Republikës sonë për krenarin që i keni dhuruar popullit tonë. Prandaj në emër të shtetit dhe të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës, ju falenderojmë për gjithë shka që keni bërë dhe vazhdoni të bëni për vendin tonë. Kontributi juaj është pjesë e pandashme e historisë sonë sportive, e mbi të gjitha frymëzim i fuqishëm për brezat që vinë. Në bazë të kompetencave të mia kushtetuese si Presidente e Republikës së Kosovës, kam vendosur që kombëtarën e Republikës në futboll ta dekoroj me medaljen presidenciale të meritave, me motivacionin për përfaqësim dinjitos të shtetit tonë në arenën ndërkombëtare, për krenarin që i kanë dhënë shtetit tonë, si dhe për arritje në fazën finale të kualifikimeve për kampionatin botror, dhe jo vetëm me shpresën, por me besimin e plotë që rruga përpara do të jetë edhe shumë më e ndritshme. Të nderuar përfaqësues të kombëtarës, duke ditur që shumica e lojtarëve tashmë janë rikthyer në vendet ku punojnë dhe ku luajnë, jam e nderuar që ju keni sot si përfaqësues në institucionin e Presidencës së Republikës së Kosovës, që ta pranoni këtë dekorat në emër të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës, të cilëve ju keni dhënë emocione dhe krenari pafund. Ftoj forcën e would you like to join us, please? Vazhdoni që edhe ju vazhdoni.
pavarësisht rezultatit, keni me mbet gjithmonë krenarja e vendit tonë. Faleminderit juve, faleminderit shumë, faleminderit patjetër. Presidente e nderuar, kjo është medalja më e smundit. Medalja e shtetit tonë, medalja e popullit tonë. Na vërtet nuk shku në kurrën botërore, por e fituam një medalje të shtetit tonë, zemrën e shtetit tonë, e cila është për neve më rëndësishme, sepse na jena të këtij shteti. Ne si federat dhe si futboll jemi shumë të lumtur që kemi pas një bashkëpunim. Kas të mirë dhe kas të afërt me presidentën tonë, e cila na u ka gjetë gjithherë, na ka ndihmuar shumë me dekretet për futbollistët dhe me prezencën e saj çdo herë në çdo kohë, edhe kur kemi qenë mirë dhe kur kemi qenë keq. Prandaj gjithmonë me njës, si federat, si futboll, dhe në anën të gjithë komunitetit futbollit, që jemi 57.700 veta, apo pak më shumë, ju falenderoj shumë dhe ju dëshiroj sukses në rrugtimin e juaj politik. Gjithashtu besoj që edhe në të ardhmen kemi me qenë bashkë, jemi afër dhe sigurisht një ditë kemi mbi ardhe na juve me një medalje të kampionatit evropian të kupës evropiane. Kam për emocionet, po nuk i vaj, e vlerësojmë. njëjtë ndihemi të gjithë, faleminderit shumë. Nëse dëshironi, urdhënoni. Në raport faleminderit shumë për mikëpritin që na bëhet që na nderut me këtë medalje. Ne e kemi ditë edhe para ndeshjes sa është dëshira e madhe për gjithë popullin, për gjithë anën banë shqiptar që janë në Evropë, në botë. Edhe me ju kazu drejt personalisht nuk e kom planifiku që kemi me u as biletën e këthy që nuk e kam, kështu që ka qenë një goditje e rëndë për neve, edhe pse besoj që nuk e merituam humbjen, kemi luftu, kemi bërë çmos për të vëndrën realitet. Unë me emër të ekipit, ju falenderoj shumë nga zemra juve, si presidente, falenderoj shtetin e Kosovës, e falenderoj gjithë juve gazetarëve, e falenderoj Federatën e Futbollit Kosovës që sot na me vërtet kemi kallëzuar nëse vazhdojmë rrugtimin kështu bashkë, mund të arrijmë edhe mund të arrijmë çdo sukses edhe mund të kalojmë çdo betejë. Kështu që po shpresoj në të ardhmen se kemi një gjenerat shumë të mirë, shumë gjenerata e artë po vjen, akoma nuk e kemi arrit atë gjeneratën e artë. Unë jam shumë krenar me veten që jam pjesë e stafit të Kosovës, kapiteni i Kosovës kisha pas shumë dëshirë me udhëheq ekipin në Amerikë, por ja, ndonjëherë fati nuk të përcjell, kështu që ju falenderoj gjithëve nga zemra në emër të ekipit, edhe shpresoj që takimi i radhës do të jetë në një kualifikim evropian ose në botëror.